Në rrugët e Vlorës, edhe pse kemi hyrë në sezonin turistik, automjetet e tonazhit të rënd të firmave të ndërtimit që kryejnë punime të ndryshme apo edhe investime publike kalojnë të pashqetësuara, duke qarkulluar në mes të ditës me diell e duke u bërë pengesë për qarkullimin rrugor apo edhe shkak për aksidente automobilistike. Nga Bashkia e Vlorës nuk është përcaktuar ende, apo thënë ndryshe, nuk është dhënë asnjë njoftim zyrtar nëse do të ketë kufizime të qarkullimit të automjeteve, edhe pse ato tashmë janë në fuqi me vendim të Këshillit Bashkiak dhe duhet që policia bashkiake të mund t'i zbatojë. Oraret kufizuese të firmave të ndërtimit, të cilat nuk duhet të bëjnë të mundur qarkullimin e automjeteve të tonazhit të rënd gjatë sezonit turistik në rrugët e qytetit, duket se nuk po respektohet. Në mes të ditës me diell, në ditë të javës, por edhe në fundjavë, ashtu si kundër, jemi edhe këtë të njëjtë. Automjetet të tonazhit të rënd qarkullojnë të pashqetësuara në rrugët e qytetit e konkretisht në një nga zonat më problematike për qarkullimin rrugor, si kundër është zona e Skelës dhe që lidhet më pas me rrugën Pelivan Leskaj. Shpesh këto automjete qarkullojnë jo vetëm me orare pa orar, por edhe me shpejtësi tej normave të lejuara, duke u përbërë kështu një rrezik mjaft të madh për qytetarët, këmbësorët, por edhe për përdoruesit e tjerë të rrugës. Ndaj Bashkia e Vlorës duhet të marrë masa të menjëhershme për të disiplinuar qarkullimin e automjeteve të tonazhit të rënd në rrugët e qytetit, ashtu si kundër në bashkëpunim me policinë e shtetit, policinë bashkiake dhe policinë rrugore. Por një tjetër problematik që sjell qarkullimi i automjeteve të tonazhit të rënd në rrugët e qytetit të Vlorës është edhe pluhuri apo ndotja e mjedisit që ato bëjnë. Shpesh teksa transportojnë inerte apo edhe dhera, këto automjete nuk respektojnë rregullat teknik, duke krijuar pluhur që më pas kthehet edhe në balk në rrugët e qytetit e duke ndotur mjedisin. Nuk bëhet fjalë për larje të gomave, të cilat automjetet të tonazhit të rënd të firmave të ndërtimit e kanë detyrim ligjor kur dalin nga kantieri. Kjo gjë nuk respektohet në asnjë mënyrë. Ashtu si kundër, nuk respektojnë edhe shumë rregullat teknik, por duke qenë se kemi hyrë në sezonin turistik, automjetet të tonazhit të rënd duhet të disiplinohen në qarkullimin rrugor në qytet, pasi po bëhen shkak jo vetëm për aksidente, por edhe për ndotjen e mjedisit, duke ndikuar kështu në cilësinë e jetesës së qytetarëve.